Plaku dhe fëmijët. Një burr i moshuar po merrte abdes. Mirë po nuk dinte si ta merrte. Imam Hasani dhe Imam Huseini, të cilët në atë kohë ishin fëmijë, e vunë re plakun se si po merrte abdes. Nuk ishte vend për dyshim. Plakut i duhej mësuar si të merrte abdes. Mirë po t'i thuhej plakut drejt për drejt që abdesi i tij nuk ishte në rregull, ai do të fyhej dhe kjo gjë do t'i mbetej gjithmonë si një kujtim i hidhur në mendje. Kështu duhej vepruar me atë mënyrë që plaku të mos ndihej i fyer dhe si merrej abdesi ta mësonte siç duhej. Kështu, të dy fëmijët menduan që t'ia mësonin plakut mënyrën të marrjes së abdesit në mënyrë indirekte. E ujdisën punën njëri me tjetrin dhe filluan të flisnin me zë të lartë dhe plaku i dëgjonte. Njëri tha: "Abdesi im është më i plot se abdesi yt." "Jo, i imi është më i plot," u përgjigj tjetri. Pastaj, ranë ujdi që të dy të merrnin abdes dhe plaku t'i gjykonte. Vepruan ashtu siç ja vendosën. Që të dy e morën abdesin të plot ashtu siç duhet. Tashmë, plaku e kuptoi se si merrej abdesi. Ai e kuptoi që fëmijët kishin dashur ta mësonin me ëmbëlsi. Ai u ndikua shumë nga kjo gjë dhe tha: "Abdesi juaj është ai i duhuri dhe i ploti. Unë, një plak i vjetër dhe i patitur, ende nuk e dija se si merrej abdesi. Në saj të mirësisë që keni ndaj ymetit të gjyshit tuaj, ma mësuat atë. Ju faleminderit."